Ndërkohë një operacion tjetër i përbashkët i policisë kombëtare të Ekuadorit dhe Europolit kanë çuar në goditjen e një organizate trafikut ndërkombëtar të kokainës në lidhje me struktura kriminale shqiptare dhe polake. Operacioni i koduar Grand Phoenix çoi në arrestimin e 18 personave mes tyre shtetësi shqiptar Plum Daci dhe një shtetës polak. Çfarë roli kishte shtetësi shqiptar? Cili ishte aktiviteti i tij dhe sa sasi e kokainës ishte trafikuar, sepse vazhdimisht dalin njerëz të rinj, emra të rinj të gjitha. Ti nisë që momenti që bëre pyetjen e parë që pse shqiptarët janë te kokaina. Pra kjo është pse shqiptarët janë bërë target i sulmeve në mediat ndërkombëtare. Unë thash marokenët janë parët aty, nuk janë shqiptarët. Tek ngarkesa. Pra ata që janë kryesorët, që kanë marrë përsipër janë marokenë. Por shqiptarët punojnë me marokenë. Në ngarkesa flasin thonë kaq të mëdha. Nuk është se shqiptarët nuk kanë bërë ngarkesa 2 ton, 3 ton, deri tek 16.8 ton është ajo Hamburgu, që është ngarkesa më e madhe. Ku rezulton që kanë qenë shqiptarët e përfshirë direkt. Në rastin konkret, ajo që bën përshtypje se ky është operacion i vonë, nëse i pari ishte në 1 maj, pra 2 muaj përpara dhe tani u deshën 2 muaj që dilnin shqiptarët aty. Në rastin konkret, ajo që të bën syli është që autoritetet ekuadoriane veprojnë gjithmonë kur ka ngarkesë, pra kur kapin ngarkesë. Nuk bëjnë kapje të një grupi pa i kapur ngarkesë. Ose zën, pra e godasin grupin kur e ka ngarkesën në portin e Guayaquilit, ose në Manta, ose në Guaja, ku është porti tjetër, pra i kapin, si themu, në flagrancë sipër, ose veprojnë kur ngarkesa kapet në Europë dhe ata e dinë se kanë pritur të zbulohet dhe pritsi në Europë dhe pastaj godasin organizatorin e nisjes ngarkesës. Rasti konkret, dhe besoj këtu është ndërhyrja e Europolit kryesisht, ka goditur një grup pa kapur ngarkesën, nuk ka kapur ngarkesë konkret. Personazhi përmendur ti njihet me Novkën Dibrani. Atje është jam me shtetësi të dy, se janë 2 shtetas nga Europa, është edhe një polak, është dhe shtetasi shqiptar Plum Daci, por të dy janë të naturalizuar si ekuadorianë, me dokumenta ekuadoriane, dhe qëndronin në Ekuador si shtetas të Ekuadorit tashmë. Por që kishin po ashtu shtetësinë e origjinës, njëri kishte Shqipërinë dhe tjetri Tripolin. Polaku është kryesisht njeriu që është marrë me krimin e kompanive dhe gjetjen e ngarkesave ku do të futej kokaina. Ta akuzohen për 7.5 ton. Kokainë të nisur. Ti e thua sikur 7.5 ton kokainë është 7.5 kështu më Ylli. gëlqere. O Ylli, unë them 7.5 ton, po ka dalë kaq larg tani dhe jemi ekspozuar kaq shumë sa nuk fshim, nuk ka një West që na mbulone në gjithë to. Të bëj koncerte sa doje. S'ke qa bënë, s'ka as valle, as muzikë. Ka këndim të... Sepse je aty, s'ke nga shkon. Dhe ky grup është, domethënë, shfaqur që në 2019 dhe është nga koha e Skyt. Prandaj them që këtë radhë është godit grupi pa pritur të kapin ngarkesën. Në Ekuador nuk veprojnë pa të kapur ngarkesën dhe pa të kapur në kushte flagrancës. Edhe pse këtë radhë duket që sepse është prokuria e përgjithshme ekuadoriane dhe ajo i ka lidhje drejt për drejta në Europë me Europolin dhe veprimi si duket është bërë i nisur nga Europa. Sigurisht të dyja këto të ndodha brenda një arku kohë të shkurtër, ka shqiptar tjetër që kapur gjatë 2 muajve, po jo me ngarkesë kaq të ndodha. Tregon që është vapë e madhe Ylli, nxehtë, punojnë, veprojnë. Ata janë aktualisht, ky është brendi që kemi ne. Se ne po plotësojmë kapitull për në Bashkimin Evropian, po kemi ca kapitull që kemi plotësuar me kohë, jemi tashmë brenda. Nuk jemi thash edhe një herë. Shqiptar janë marokenët para, mos marrin përsipër një gjë që s'na e mbajnë shpatulla dhe po veprojmë në territoret e tyre. Në vend të parë ne s'kemi asnjë vend, asgjë. Jo, nuk them për vend parë. Shiko, marokenët janë afrikanë, Ylli, nuk janë europianë. Afrikanë, Edhe kur luan kombëtare Maroku, ti e ke parë ata djegin njëkohësisht dhe Brukselin, dhe Parisin, dhe Amsterdamin. Në BE kanë për të na fut me gjithë kokainë se nuk e kanë problem. Po ata e pinë. Furnitori se ne atje shesim, nuk e kanë problem hiç, domethënë BE-ja nuk lidhet fare me. Nuk lidhet BE-ja fare. Nuk lidhet me kush trafikor sa më shumë. Po nuk lidhet me hiç. Ylli, problemi na pranojnë se duhet e kokaina aty. Ylli, problemi... Ne atje shesim. Ile po të kishin një kapitull kështu, mbyllej me njerë. Ylli, problemi kapitull mbyllej i pari. Problemi i BE-s, është tregumi i madh në botë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por tregumi i pasur është Bashkimi Evropian. Tani, problemi i BE-s me ne, dikush është.
Pse e shesim atje dhe i sillim lekën në Shqipëri? Se për sa kohë parat i lëm atje, si prek njeri grupet shqiptare. Por për sa kohë, le që a themin e këtu karteli. Kur do me bo... Po të kishe i kartel shqiptar, flisim dryshe pëse, ishim para marokenve. Kur do me bo kulla më Tiranë, thot ai, kulla ka dhe në Bruxelles. Kur ti ja u qon kokainën europianve, u merr dhe parat në xhepi dhe i sjell në Shqipëri, atëherë të ndjekin sa të bjeshi i kuq ata. Ky është problemi. Por kur ato para shpërndahen atje brenda, se ai është një produkt që po se çuan shqiptarët, se unë po flas sikur është produkt tregu ai po, domosdoshmë ne ishte. Do e çoj një tjetër? Qartë. Tregu europian është me miliarda euro dhe është një treg që po se çuan shqiptarët, do vënë rusët, do vënë serbët, polakët. Dhe janë shqiptarët janë. Po ti shikosh tek operacioni i dytë për shembull. Unë mbaj mend që nga viti 2015 në rastet kokainës shqiptarët gjendeshin me polak dhe i pjesë e mirë e disa nga trafikantëve tanë ishin me pasaporta polake. O e bëndin nëpërmjet martesave atje, martesa fiktive, o për shkak se kishin bashkëpunëtor. Te rasti i Amprengës, ti që dorëzua malli grabitur polak ishte. Po, polak. Pra në Londër, ka shumë, ne operojmë në bazë të operatorëve lokal. Nëse gjejmë operatorin lokal, i bashkëngjitemi, sepse nuk vem me sistem, nuk i detyrojmë ne bleni se s'bën të kokainë që kemi sjellë. Përkundrazi, ne dim ku shitet, thjesht furnizojmë tregu. Dhe pastaj krijojmë këtë infrastrukturën këtu, dhe ai libri i famshëm i 523 projekteve dhe 60 studieve arkitekturore dosjet shqiptare pëse. Si të financohet ai? Financohet me... Po populli dhe pak i prirur, më shkruan dikush, njëri i njohur, dhe populli që vrapojmë pas këtyre gjërave jemi pak. Jo që e madhe ju dhe para e madhe. Para e madhe shumë. Leku i madhe në përduaret. Edhe i shpejt. Dhe këta e kanë provuar dhe shumë shpejt fitohet. Pastaj zbardhet në për këto objekte që ndërtohen e gjitha. Zbardhet dhe leku këtu. Dhe ruar të shikues ka që kishim përbërmën e sot, me i provuam të gjitha, folëm për protestën, folëm për koncertin, për të gjitha folëm, dritat folën me zërin e tyre, por në mbajti pastaj falenderim dhe drejtorin, para se të falenderim që ndihmoi mua për që të mos fiken këto, dhe visha dhe nuk fiken dhe pak më vonë që të afutim në këto rjetet, po kjo s'varet më nga ne tani dhe mua më vjen rënd t'i them. A i po është duke të gjurë dhe mund të ashtuj dhe po. Tani, faleminderit gjitha, mos lem njeri pa falenderuar, edhe ju, punuat, të gjithë. Natën e mirë, do të jemi të ejnëten, përsëri. Natën e mirë.